Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të ndiqni një katekesë të shkurtër mbi jetën e Shën Jozefit, kapitulli 2. Një njeri i jashtëzakonshëm, mish mbi kockat e thata. Nëntëmbëdhjetë marsi është festa kryesore e Shën Jozefit, ndërsa 1 maji është një festë më e vonshme që kremton Shën Jozefin punëtor. Shën Jozefi mund të thuhet se pas zojës së bekuar është shejti më i madh i hyjit. Prandaj në këto ditë pas festës së tij, do të ndalemi më në hollësi mbi Shën Jozefin dhe mbi çështje të ndryshme që lidhen me të. Sot në këtë artikull të dytë do të plotësojmë përvijimin skeletor ose kockat e thata të Shën Jozefit që paraqitëm në pjesën e parë. Për këtë do t'u drejtohemi zbulesave që u janë bërë, shenjtërve dhe mistikëve lidhur me Shën Jozefin. Vepra qyteti mistik i hyjit nga e nderuara nëna Maria e Jezusit nga Agreda viti 1602-1665 është një histori monumentale në 4 vëllime mbi jetën e Vizhës së bekuar Mari, sipas zbulesave që Zoja i dha kësaj murgeshe spanjolle të shekullit të 17. Kjo vepër është vlerësuar nga pap, kardinal dhe teolog dhe ka frymëzuar lexues për më shumë se 300 vjet. E në këtë vepër përfshihet edhe një rrëfim për vdekjen e shejtë të Shën Jozefit, që sipas këtij shkrimi ju zbulua kësaj murgeshe të shejtë nga vetë Zoja e bekuar. Ky tregim është shumë frymëzues dhe shpjegon pse kisha e ka shpallur Shën Jozefin, pajtor të vdekjes së lumtur. Përkthimi anglisht i kësaj vepre ka imprimaturin e ish arqipeshkvit të Santa Fe. Kryevepra e hyjit Jozefi. Ekziston një farë ndryshimi ndërmjet hireve që ju dhan Shën Jozefit dhe atyre që ju dhan shenjtorëve të tjerë. Shumë shenjtor janë pajisur me hire dhe dhunti që nuk u janë dhënë për rritjen e shenjtërisë së tyre personale, por për të quar përpara shërbimin e hyjit në shpirtrat e të tjerëve. Këto ishin, si të thuash, hire dhe dhunti të dhëna falas dhe jo të varura nga shenjtëria personale e atij që i merrte. Por tek Shën Jozefi, të gjitha favoret hyjnore prodhonin virtyt dhe përsosmëri personale, sepse qëllimi i mistershëm drejt të cilit ato synonin ishte ngushti lidhur me shenjtërinë e jetës së tij. Sa më engjëllor dhe i shejt bëhej ai, aq më i denj bëhet për të qenë bashkëshorti i Marisë teje të shejtë, ruajtësja dhe thesari i mistereve qiellore. Ai duhet të ishte një mrekulli shenjtërie, dhe vërtet, ashtu ishte. I shejt që në fillim. Kjo shenjtëri e mrekullueshme filloi që me formimin e trupit të tij në krahërorin e nënës së vet. Në këtë, vetë provania hyjnore ndërhyri, duke rregulluar me përpjestim të përsosur përbërjen e temperamentit të trupit të tij dhe duke i dhënë një natyrë të ekuilibruar që e bëri trupin e tij një tokë të bekuar, të denjë për të qenë banesa e një shpirti të shkëlqyer dhe e një mendjeje të harmonishme. Ai u shenjtrua në krahërorin e nënës së vet 7 muaj pas ngjizjes së tij dhe maja e mëkatit u zhduk prej tij për gjithë jetën, duke mos ndjer kurrë ndonjë lëvizje të papastërt apo të çrregullt. Edhe pse nuk mori menjëherë përdorimin e arsyes, me këtë shenjtrim të parë, i cili konsistonte kryesisht në shfaqsimin nga mëkati fillestar, nëna e tij në atë çast ndjeu një gëzim të madh nga shpirti i shejtë. Edhe pse nuk e kuptonte plotësisht misterin, ajo bëri shumë akte virtyti dhe besonte se biri që mbante në krahëror do të ishte i mrekullueshëm në sytë e hyjit dhe të njerëzve.
Një fëmijë që përparonte me hapa gjigant. Fëmia i shenjtë Jozef lindi shumë i bukur dhe i përsosur në trup dhe solli një gëzim të jashtëzakonshëm te prindrit dhe të afërmit e tij, diçka ngjashme me gëzimin që shoqëroi lindjen e Shën Gjon Pakzorit, megjithse shkaku ishte më i fshehtë. Zoti e përshpejtoi tek ai përdorimin e arsyes duke e përsosur që në vitin e 3 të jetës, duke e pajisur me njohuri, të dhëna nga lart dhe duke e pasuruar shpirtin e tij me hire dhe virtyte të reja. Që nga ajo kohë fëmia filloi të njohë hyjin me anë të fesë, por edhe përmes arsyes dhe njohjes natyrore si shkakun dhe autorin e të gjitha gjërave. Ai dëgjonte me dëshirë dhe kuptonte thellësisht gjithçka që i mësohej për hyjin dhe veprat e tij. Në këtë moshë të hershme, ai ushtronte tashmë forma të larta të lutjes dhe soditjes dhe me zel praktikonte virtyte që i përshtateshin moshës së tij. Kështu në kohën kur të tjerët arrin përdorimin e arsyes, rreth moshës 7 vjeç ose më shumë, Shën Jozefi ishte tashmë i përsosur në përdorimin e saj dhe në shenjtëri. Ai ishte me natyrë të butë, i dashur dhe i përzemërt, duke u rritur vazhdimisht në virtyte dhe përsosmëri, dhe duke ecur drejt bashkimit të tij me Marinë Teje të Shejtë, me një jetë plotësisht të paqërtueshme. Fuqia e ndërmjetësimit të Shën Jozefit. Ndërmjetësimi i Shën Jozefit është shumë i fuqishëm. Në 1, për të fituar virtytin e pastër dhe për të mposhtur prirjet mishore. Në 2, për të marrë ndihmë të fuqishme për t'u larguar nga mëkati dhe për t'u kthyer në miqësinë me hyjin. Në 3, për të shtuar dashurinë dhe përkushtimin ndaj Marisë Teje të Shenjtë. Në 4, për të siguruar hirin e një vdekje të lumtur dhe mbrojtjen kundër demonëve në atë çast. Në 5, për t'i mbushur demonët me frikë vetëm nga përmendja e emrit të tij nga besimtarët. Në 6, për të fituar shëndetin e trupit dhe ndihmë në çdo lloj vështirësie. Dhe në 7, për të fituar dhuratën e fëmijëve në familje. Këto dhe shumë favoret e tjera, hyi u adhuron atyre që me përkushtim dhe me zemër të mirë, kërkojnë ndërmjetësimin e bashkëshortit të mbretëreshës sonë, Shën Jozefit. Prandaj, unë i lutëm të gjithë bijve besnik të kishës, që të jenë shumë të përkushtuar ndaj tij, dhe ata do t'i përjetojnë me të vërtet këto hire, nëse përgatiten siç duhet, për t'i marrë dhe për t'i merituar. Fjalët e Zojës së bekuar drejtuar e nderuar Mari të Agredës. Zoja e bekuar i tha Murgeshës: Bi e imja, edhe pse ti ke përshkruar bashkëshortin tim Shën Jozefin, si më fisnikun ndër princat dhe shendrit e Jeruzalemit qiellor, nuk mund ta manifestosh në mënyrë të plot shenjtrinë e tij të jashtëzakonshme, as nuk mund ta kuptoj plotësisht asnjën nga të vdekurit para se të arrin vizionin e hyjnisë. Atëherë të gjithë do të mbushen me mrekulli dhe lavdërim, sepse Zoti do t'i bëjë të aftë të kuptojnë këtë sakrament. Në ditën e fundit, kur të gjithë njerëzit do të gjykohen, të dënuarit do të pikllohen thellësisht për mëkatet e tyre, të cilat i penguan të vlerësojnë këtë mjet të fuqishëm shpëtimi dhe të përfitojnë nga ndërmjetësimi i tij për të fituar miqësinë e gjyqtarit të drejtë. E gjithë njerëzimi ka nënvlerësuar privilegjet dhe prerogativat që e janë dhënë bashkëshortit tim të bekuar dhe nuk e din se çfarë mund të bëjë ndërmjetësimi i tij pranë hyjit.
të siguroj bi e dashur se ai është ndër personazhet më të favorizuara pranë pranisë hynore dhe ka fuqinë e madhe të ndalë dorën e hakmarrjes hynore. Dëshiroj që të jesh shumë mirënjohëse ndaj përullësisë hynore që të ka dhëruar kaq shumë dritë dhe njohurim mbi këtë mister, dhe gjithashtu për favorin që po të bëj në këtë çështje. Nga tani e tutje, gjatë gjithë jetës së të vdekshme, sigurohu që të përparosh në devocion dhe dashuri të sinqertë ndaj bashkëshortit tim dhe beko Zotin për privilegjet e larta që i ka dhëruar atij dhe për gëzimin që më ka dhënë duke njohur të gjitha përsosmëritë e tija. Në të gjitha nevojat e tua, duhet të përdorësh ndërmjetësimin e tij. Duhet të nxisësh shumë të tjerët, të e nderojnë atë dhe të sigurohesh që vetë fetarët e tua të dallohen në devocionin e tyre ndaj tij. Ajo që bashkëshorti im kërkon nga Zoti në qiell jepet mbi tokë. Dhe shumë favore të jashtëzakonshme për njerëzit varen nga ndërmjetësimi i tij. Nëse ata nuk e bëjnë veten të pavlefshëm për t'i marrë. Të gjitha këto privilegje janë shpërblim për përsosmëritë e dashura dhe virtytet e mëdha të këtij shenjtori të mrekullueshëm. Sepse mëshira hynore tërhiqet me dashamirësi nga ato dhe shikon Shën Jozefin me bujari, gati të derdhët mëshira e tij e mrekullueshme mbi të gjitha ata që përfitojnë nga ndërmjetësimi i tij. Një kohë provash. Në moshën 13 vjeç e gjysmë, duke u rritur dukshëm për moshën e saj, Maria pati një vizion tjetër abstrakt të hyjnisë. Në këtë vizion ndodhi diçka e ngjashme me atë që përshkruhet në shkrimet e shenjta për Abrahamin, kur Zoti i urdhëroi të sakrifikojë birin e tij të dashur Izakun, shpresën e vetme të gjitha shpresave të tij. Zoti e provonte Abrahamin, thot Mojsiu, duke testuar dhe verifikuar shpejtësinë e bindjes së tij për ta shpërblyer atë. E njëjta gjë ndodhi me Zojen e bekuar. Zoti e testoi duke i urdhëruar të hynte në gjendjen e martesës. Fjalët e shkrimit. Sa të paftueshme janë gjykimet e Zotit dhe sa të larta janë rrugët dhe mendimet e tij mbi të tjerët. Letra drejtuar Romakëve 11:33. Shprehin këtë mister. Mendimet e Marisë së Shejtë ishin larg planeve që hyi i lartësuar i bëri të njohura në këtë rast, të pranoj një bashkëshort për mbrojtje dhe shoqëri, pasi ajo kishte vendosur dhe dëshiruar gjatë gjithë jetës së saj të mos ketë burr dhe kishte rinovuar shpesh betimin e pastërtisë që kishte marrë që në moshë të hershme. Një çmim hynor. Kur Maria mbushi vitin e 14 të jetës së saj, duke qëndruar në tempullin e Jeruzalemit, burrat nga fisi i Judes dhe nga raca e Davidit, që atëherë gjendeshin në qytetin e Jeruzalemit, u mblodhen si bashkëshort të mundshëm për Zojen e bekuar, e cila ishte gjithashtu nga ajo linj. Midis tyre ishte Jozefi, i cili atëherë jetonte në Jeruzalem si një nga pasardhësit e racës mbretërore të Davidit. Ai atëherë kishte 33 vjet, me trup të hishëm dhe fytyrë të këndshme, por gjithashtu me modestinë dhe seriozitetin e madh. Mbi të gjitha, ai ishte më i pastër në mendime dhe sjellje, dhe më i shenjtë në të gjitha prirjet e tij. Që nga mbosha 12 vjeç, ai kishte marrë dhe ruajtur betimin e pastërtisë. Ai ishte i lidhur me Virgjërën Mari në shkallën e 3 dhe njihej për pastërtinë e jetës së tij, të shenjtë dhe të paqortueshme në sytë e hyjt dhe të njerëzve.
Një lojë hynore. Të gjithë burrat e pamartuar të mbledhur në tempull luteshin pranë Zotit së bashku me priftërinjt për të udhëhequr nga Shpirti i Shenjtë në atë që ishin përgatitur të bënin. I lartësuari foli në zemrën e kryepriftit, duke e frymëzuar që t'u dorëzonte çdo të riu një shkop të thatë me urdhër që secili të kërkonte me besim të gjallë nga madhëria e tij, që të zgjidhte atë që kishte caktuar të ishte bashkëshort i Marisë. Duke qenë se virtyti dhe fisnikëria e saj, fama e bukurisë, pasuritë dhe modestia, dhe pozita si e bie parë e familjes së saj, ishin të njohura për të gjithë, secili dëshironte lumturinë për ta merituar atë si bashkëshorte. Mes të gjithëve, vetëm i përullur dhe më i drejtë Jozefi mendoi se nuk ishte i denjë për një bekim kaq të madh. Duke kujtuar betimin e pastërtisë që kishte bërë dhe duke vendosur ta ruajë atë përjetësisht, i adorzoi vullnetit Zotit, duke mbushur me nderim dhe respekt më të madh se çdo tjetër ndaj Marisë. Fituesi është, ndërsa vazhdonin të luteshin, shkopi që mbanin Jozefi u pa të lulëzoi dhe një pëllumb i bardhë i shndritshëm i mbushur me dritë të mrekullueshme zbriti dhe u vendos mbi kokën e shejtit. Në zemrën e tij Zoti foli: Jozef, shërptori im. Maria do të jetë bashkëshortja jote. Pranoje atë me respekt të thellë, sepse ajo është e pranueshme në sytë e mi, e drejtë dhe e pastër në shpirt dhe trup, dhe ti do të bësh gjithçka që ajo të thotë. Në këtë shfaqje dhe shenjë nga qielli, priftërinjt shpallën shenjë Jozefin si bashkëshort të zgjedhur nga vetë Zoti për vajzën Mari. Duke e thirrur atë për martesën, priftërinjt e martuan me burrin më të pastër dhe më të shenjtë, shën Jozefin. Fillimi i një jete të re. Princesha qiellore me fytyrë të lotuar dhe të pikëlluar, i dha lamtomirën priftërinjve duke kërkuar bekimin e tyre dhe mësuesve e shoqeve të saj duke kërkuar falje. Falenderoi të gjithë për favorshmërinë që kishte marrë gjatë qëndrimit në tempull. Modestia e sjelljes së saj theksoi mençurinë dhe përshtatshmërinë e fjalëve të saj për përmbushjen e këtyre detyrave të fundit në tempull, sepse në të gjitha rastet ajo fliste pak, por me peshë. Ajo u larguan nga tempulli me trishtim të madh për sakrificën e dëshirave dhe prirjeve të saj. Në shoqërinë e shërptorëve, disa prej burrave më të shquar që shërbenin në tempull, ajo u nis me bashkëshortin Jozefin drejt Nazaretit. Edhe pse Jozefi kishte lindur atje, për shkak të rregullimit hyjnor të rrethanave, kishte vendosur të jetonte për një kohë në Jerusalem. Kështu ndodhi që ai të përfitojë fatin e tij dhe të bëhet bashkëshortja e saj, që Zoti kishte zgjedhur të ishte nëna e tij. Shtëpia e shtrenjtë. Duke arritur në shtëpinë e tyre në Nazaret, ku princesha e qiellit kishte trashëguar pasuritë dhe pronat e prindërve të shenjtë, ata u pritën dhe vizituan nga miqt dhe të afërmit me urimet e gëzuara të zakonshme në raste të tilla. Pasi kishin përmbushur në mënyrë të shenjtë detyrat natyrore të miqësisë dhe mirësjelljes që kishin kënaqur obligimet botërore, lidhur me bashkëbisedimin dhe marrëdhëniet me të tjerët, dy bashkëshortët më të shenjtë, Jozefi dhe Maria, mbetën në qetësi në shtëpinë e tyre. Midis hebrejve ishte zakon që për disa ditë të para të martesës, bashkëshorti dhe bashkëshortja të hynin në një lloj studimi ose provë të zakoneve
dhe temperamentit të njëri tjetrit, në këtë mënyrë që më pas të mund të bëjnë përshtatje reciproke në sjellje ndaj njëri tjetrit. Fillimet e përullura. Gjatë kësaj kohe, Shën Jozefi i tha bashkëshortës së tij Maris: "Faleminderit Zotit të lartësuar për favorin që më ke bërë, duke më caktuar si bashkëshortin tënd pa meritat e mia, edhe pse gjykoja veten të papërshtatshëm për shoqërinë tënde, por madhëria e tij, i cili mund të ngrejë të ulurit sipas dëshirës së tij, më tregoi këtë mëshirë. Shpresoj dhe dëshiroj, duke u mbështetur në urtinë dhe virtytin tënd, që të më ndihmosh të jap një shërbim të drejtë, duke shërbyer Zotit me zemër të drejtë. Mbaje pra si shërbëtori yt dhe me dashurinë time të sinqertë për ty, të lutem të plotësosh mangësitë e mia në përmbushjen e detyrave të shtëpisë dhe të tjera, që si bashkëshort i denj duhet i kryej. Më trego, zonja ime, cila është dëshira jote që ta përmbush." Zbulime të pastra. Zoja e bekuar dëgjoi këto fjalë me zemër të përullur dhe u përgjigj: "Mjeshtrim, jam e lumtur që i lartësuari për të më vendosur në këtë gjendje jete. Të ka zgjedhur ty për burrin tim, dhe që me madhërinë e tij më ka dhënë një shenjë kaq të dukshme të vullnetit të tij, që unë të shërbej, por nëse më lejon, do të flas për mendimet dhe qëllimet e mia, që dua t'i shpreh për këtë qëllim. Zotëri dhe bashkëshort, është e drejtë të lavdërojmë dhe nderojmë me gjithë përullësi Zotin dhe krijuesin ton. Për ne, që jemi kaq të nevojshëm, ai ka shfaqur madhështinë dhe mëshirën e tij, duke na zgjedhur për shërbimin e tij. E njoh veten ndër të gjitha krijesat si më të bekuar dhe më të detyruar ndaj tij se të gjithë të tjerët, sepse duke e merituar më pak, ka marrë nga dora e tij e bujshme më shumë se ata. Në një moshë të hershme, i kam kushtuar vetes Zotit me një betim të përjetshëm të pastërtisë në trup dhe shpirt. Ai është bashkëshorti dhe Zoti im dhe kam vendosur të ruaj pastërtinë për ta. Të lutemjeshtër, më ndihmo në përmbushjen e këtij betimi, ndërsa në të gjitha gjërat e tjera do të jem shërbëtorja jote, e gatshme të punoj për komoditetin e jetës tënde sa të kem jetë. Pajtohu bashkëshort me këtë vendim dhe bëj një vendim të ngjashëm, që duke ofruar si sakrificë e pranueshme për Zotin ton të përjetshëm, ai të na pranoj me aromën e ëmbëlsisë dhe të na jap të mirat e përjetshme për të cilat shpresojmë. Përgjigja e Shën Jozefit. Jozefi, më i pastër se kushdo, i mbushur me gëzim të brendshëm nga fjalët e bashkëshortes, i tha: "Zonja ime, duke më bërë të njoh fjalët e tua të shenjta dhe të mirëpritura, ke hapur dhe zgjeruar zemrën time. Nuk i kisha zbuluar mendimet e mia para se të dija të tuat, po ashtu e njoh veten nën më shumë detyrim ndaj Zotit të krijimit se sa njerëzit e tjerë, sepse shumë herë ai më ka thirrur me ndriçimin e tij të vërtet për ta dashur me zemër të drejtë. Dëshiroj që ti ta dish, zonja ime, se që në moshën 12 vjeç kam bërë premtim ti shërbej të lartësuarit në pastërti të përjetshme. Për këtë arsye, tani ratifikoj me kënaqësi këtë betim që të mos pengoj betimin tënd. Para madhërisë së tij, premtoj të të ndihmoj sa të mundem, të shërbesh dhe të duash Zotin sipas dëshirës tënde.
Do të jem me hirin hynor, shërbëtori dhe shoku yt më i besueshëm, dhe të lutem prano dashurinë time të pastër dhe më mbaj si vëlla, pa asnjë lloj dashurie tjetër, përveç asaj që i detyrohesh Zotit dhe pas Zotit për mua. Largimi nga gjërat botërore. Me ndërhyrjen hynore, dy bashkëshortet më të shenjtë dhe të pastërt ndjejnë një gëzim dhe ngushëllim të pakrahasueshëm. Zoja e bekuar ju përgjigj me dashuri dëshirave të Jozefit, ndërsa i lartësuari i dha atij pastërti të re dhe komandë të plot mbi prirjet e tij natyrore, që pa pengesa apo dëshira sensuale, por me hir të admirueshëm, të shërbente bashkëshorten e tij Marin, dhe në të kryente vullnetin dhe kënaqësinë e saj. Ata filluan më njëherë ndarjen e pasurisë të trashëguar nga Joakimi dhe Ana, prindërit e Virgjërës së Shenjtë. Një pjesë i ofrua tempullit, një pjesë të varfërve, dhe pjesa e tretë mbeti në dorën e shenjtë e Jozefit, për t'u përdorur sipas mendimit të tij. Mbretëresha jonë ruajti vetëm privilegjin e shërbimit dhe kujdesit për detyrat shtëpiake. Por marrëdhëniet me të huajt dhe menaxhimin e pasurisë, të gjitha aktivitetet i shmangej Virgjëra e mençur. Kush është më i lartë? Në jetën e mëparshme, Shën Jozefi kishte mësuar zanatin e druntarisë si një mënyrë të respektueshme për të fituar bukën e gojës. Ai ishte i varfër në pasuri toksore. Ai pyeti bashkëshorten e tij të shenjtë nëse ishte e pranueshme të ushtroj zanatin e tij, për të mundur të shërbente dhe të fitonte diçka për të ndihmuar të varfrit. Zoja e bekuar miratoi këtë duke thënë se Zoti nuk dëshironte që ata të ishin të pasur, por të varfër dhe dashamerës ndaj të varfërve. Atëherë lindi një garë e shenjtë mes bashkëshortëve, se kush do të bindej më shumë, por ajo që ndër të gjithë ishte më e përullur, fitoi në këtë garë të përullësisë, sepse pasi burri është krye i familjes, ajo nuk lejonte që ky rendi natyror të kthehej. Ajo dëshironte në të gjitha gjërat të bindet bashkëshortit Jozef, duke kërkuar vetëm leje për të ndihmuar të varfrit, të cilët shenjtori i dha me kënaqësi. Pjekja e verës. Gjatë këtyre ditëve, Shën Jozefi me ndriqimin hynor mësoi gjithnjë më shumë për cilësitë e bashkëshortës së tij Maris, mençurinë e saj të rrallë, për ulësinë, pastërtinë dhe të gjitha virtytet e saj të tjera, shumë mbi mendimet dhe vlerësimet e tij. Ai u mbush me admirim të ri dhe në gëzim të madh shpirtëror, vazhdonte ta lavdëronte dhe falenderonte Zotin përsëri dhe përsëri, për faktin që i kishte dhënë një shoqe dhe bashkëshort kaq mbi meritat e tij. Dhe që ky veprim i të lartësuarit të ishte i përsosur në tërësi, ai caktoi që princesha e qiejve, vetëm me praninë dhe sjelljen e saj, të shfaqte në zemrën e bashkëshortit të saj një frikë dhe nderim të shenjtë, më të madh se sa fjalët mund të shprehnin. Ky efekt u krye mbi Jozefin nga një shkëlqim ose reflektim i dritës hynore, i cili ndriçonte fytyrën e mbretëreshës sonë dhe i përzihej me një madhështi të papërshkrueshme dhe gjithmonë të dukshme. Kjo i atribohet më shumë asaj se sa Mojsiu që zbret nga mali, Eksodi 24:30. Pasi marrëdhëniet dhe bisedat e saj me Zotin ishin më të gjera dhe intime.
Fillimet hyjnore të familjes. Në këto fillime hyjnore u themelua shtëpia dhe jeta martesore e Zojës së bekuar dhe Shën Jozefit. Nga shtatori kur u fejuan, deri në marsin e ardhshëm kur ndodhi inkarnimi i fjalës hyjnore, dy bashkëshortet jetuan bashk, duke u përgatitur për punën që i kishte caktuar i lartësuari. Fjalët e Zojës së bekuar, të nderuar Mari e Agredës. Bi e imja, në shembullin e jetës martësore, ku më i lartësuari më vendosi, gjen një përkujtim për ato shpirtra që e përdorin jetën e tyre në botë, si justifikim për të mos ndjekur për sosmërinë. Për Zotin, asgjë nuk është e pamundur. Dhe asgjë nuk është e pamundur për ata që me besim të gjallë shpresojnë tek Ai dhe i dorëzohen tërësisht për kujdesjes hyjnore. Unë jetova në shtëpinë e bashkëshortit tim me të njëjtën përsosmëri si në tempull. Duke ndryshuar gjendjen time, nuk ndryshova as ndjenjat, as dëshirën dhe kujdesin për të dashur dhe shërbyer Zotin. Përkundrazi, shtova kujdesin tim që detyrimet e bashkëshortës të mos me pengoni në shërbim të Zotit. Për këtë arsye Zoti më favorizoi dhe disponoi fuqishëm gjithçka në përputhje me dëshirat e mia. Zoti do të bëjë të njëjtën për të gjithë njerëzit, nëse ata përgjigjen me vullnet. Ata megjithatë fajsojnë gjendjen martësore duke mashtruar veten. Pengesa për një jetë të shenjtë dhe të përsosur nuk është gjendja, por kujdesi i kotë dhe angjiteti ku përfshihen, duke harruar ëmbëlsinë e Zotit dhe duke kërkuar të preferuarin e tyre. Dhe nëse nuk ka justifikim për të mos jetuar një jetë të përsosur në botë, akoma më pak detyrimet e gjendjes religjioze janë justifikim. Mos e mendo veten të përjashtuar nga ndjekja e përsosmërisë për shkak të pozicionit tënd si mbikëqyrëse, sepse që Zoti të ka vendosur në detyrë me bindje, nuk duhet të dëshprosh nga ndihma dhe mbrojtja e Tij. Ai vetë do të marrë çdo ditë përgjegjësinë për të të forcuar dhe ndihmuar me përmbushje detyrat e tua, pa pushuar në ndjekjen e dashurisë së përsosur për Zotin. Bindja e Tij, me sakrificën e vullnetit tënd, duke ju dorëzuar me durim të përulur gjithçkaje, që përkujdesja hyjnore mund të caktojë. Nëse nuk pengon rrjedhën e përkujdesjes së Tij, të siguroj për mbrojtjen e Tij dhe fuqinë e krahut të Tij hyjnor, për të drejtuar dhe udhëhequr të gjitha veprimet e tua drejt përsosmërisë. Fjalët e Zojës së bekuar ndaj Shën Brigitës së Suedisë. Shën Jozefi ishte kaq i rezervuar dhe i kujdesshëm në të folur sa asnjë fjalë nuk dilte nga goja e tij pa qenë e mirë dhe e shenjtë, dhe kur nuk merrte pjesë në biseda të panevojshme ose jo të dashura. Ai ishte shumë i durueshëm dhe i përpikt në përballimin e lodhjes, praktikonte varfëri të skajshme, ishte shumë i butë dhe përballimin e ofendimeve. Ishte i fortë dhe i qëndrueshëm kundër armiqve të tij. Ishte dëshmitar besnik i mrekullive të qiejve, duke qenë i vdekur për mishin dhe botën, duke jetuar vetëm për Zotin dhe për të mirat hyjnore, të cilat ishin të vetmet që dëshironte. Ai ishte në përputhje të plot me vullnetin hyjnor dhe aq i dorëzuar ndaj dispozitave të qiejve sa gjithmonë përsëriste: "U bëv gjithnjë vullneti i Zotit në mua." Rrallë fliste me njerëz, por vazhdimisht me Zotin, të cilin dëshironte ta shërbente. Prandaj, tani gëzon lavdi të madhe në qiell.
Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ishi duke u shoqëruar me katekezën mbi jetën e Shën Jozefit, pjesa e 2. Ju falenderojmë për vëmendjen, kudo qofshi, hiri i Zotit qoftë me ju.